Jam në Nanjing Road, rruga më e famshme e Shangajt, rruga më e frekuentuar pedonale e të gjithë Kinës, e ndërtuar 170 vjet më parë. E vetmja rrugë që ruan arkitekturën koloniale dhe e famshme në fillim të shekullit 20 për britanikët dhe amerikanët dhe të gjithë europianët që vizitonin Shangajin. Jam në një prej kryqëzimeve të Nanjing Road, shifeni arkitektura është gjithë ajo koloniale e ndërtuar pra në mes të shekullit të 19 dhe në fillim të shekullit 20, ndërsa në krye të rrugës përtej lumit është perla e Orientit, godina më ikonike e Shangajt. Rreth e rrotull pastaj janë dyqanet tipike kineze, shifeni se si janë, është një dyndje e jashtëzakonshme e duhet hecësh brenda për të hyrë në dyqanet tipike kinez të Shangajt. Kjo është pjesa më e famshme në fakt. Nanjing Road është dhe rruga tregtare e luksit më e madhe dhe më e rëndësishme e Shangajt. Nga Nanjing Road, Shanghai, një rrugë 170-180 vjeçare dhe rruga më e frekuentuar pedonale e Kinës sot.